Babai i Jozit, Pjetër Marku, ka komentuar lojën e djalit të tij në Big Brother VIP. Në një komunikim me moderatoren e Fan Club, Heidi Bassen, ai vlerëson lojën e Jozit pas rikthimit në shtëpi, ndërsa lojën e mëparshme e cilëson të ashpër dhe të gabuar. Nelin, ju falenderoj për zemërsisht për ftesën. Në pamundësi për të dalë në ekran, po ju dërgoj komentin tim pas kërkesës suaj për djalin tim, Jozit. Me rikthimin, ai po tregon veten e tij të vërtetë. Loja e tij herën e parë ishte e ashpër dhe e gabuar. Më kanë mbetur merak debatet e tij me Rozanën dhe situata me Gjestin, sepse doli në një kontekst të gabuar dhe na shqetësoi shumë. Në pëlqejnë gëricjet dhe shakat që ka Jozi me Gjestin, sepse i japin frymë shtëpisë. Pjetër Marku ka folur dhe për raportin e Jozit me Loredanën. Sipas tij, dy banorët kanë ndjenja për njëri tjetrin. Nuk jemi as pak kundër që ata të njihen jashtë, shkruan babai i Jozit. Nelin, për sa i përket Loredanës, ne mbështesim zgjedhjet e djalit ton, por ne duam që ai të luajë lojën e tij. Do të doja të shikoja Jozin si lojtar dhe flirtet ndodhin në varësi të situata brenda në shtëpi. Ata kanë ndjenja për njëri tjetrin dhe ne s'jemi as pak kundër që të njihen jashtë. Për sa i përket prindërve të Loredanës, ne i mirëkuptojmë për shqetësimet e mëparshme. Di që them që Jozi na ka bërë krenar. Këshilla ime për të ka qenë ta shijoj Big Brother, pavarësisht si interpreton